vit, vazhdoni votoni, Levisa apo Indri? Kush do të jetë ai që do të shpëtoni ju sonte dhe do të jepni mundësinë për të vazhduar garën tek ferma VIP. Ndërkohë që tani është momenti që të kemi një surprizë me të vërtetë shumë emocionuese për njërin nga fermerët tanë, i cili gjatë gjithë qëndrimit tek ferma që në ditën e parë kur është bërë pjesë, nuk ka patur ende asnjë kontakt me familjarët e tij. Ju lutem mundsoni lidhje me fermën. Yje, më dëgjoni? Okej, atëherë do doja ju lutem Romirin tek Agaj. E ja paraqitur një Romir. Kush e di ç'ke bër? Shiko, çfarë yli është bërë? Hajde mirë, hajde. Hajde Miri, hajde. Okej, shkojmë tek Agaj, aty ku do na pres Romiri. Ja te kemi. Romir, si të kam? Mirë, shkëlqyshëm. Shkëlqyshëm, ti thua gjithmonë shkëlqyshëm. Edhe kur je mirë, edhe kur nuk je shumë mirë, apo jo? Po sepse nuk ka rëndësi se si e, rëndësishme është që mos t'ja kalosh tjetrit atë energji negative, duhet pa tjetër t'jesh pozitiv, edhe atër kur gjëhet të keqi. Unë kam thuaj se parim në jetë, edhe jashtë, kush në një e di që unë këtë përgjigje kam gjithmonë, jam shkëlqyshëm. Se jam realisht shkëlqyshëm, në fakt. E po shqyr, më bëhet qefi, më vjen mirë. Si po shkon aty? Është një eksperiencë krejt ndryshe nga gjithçka që ke bërë më përpara në jetën tënde, a? Po, është e vërtet. Me thënë drejtën, kam hyrë me idenë, për mos me thënë misionin, që t'jem vërtet i vërtet. Okej. Në kuptimin që të tregoj, si thush, se jam bërë qik shablone këto, që të tregoj anën time më të mirë, të tregoj të anën time të vërtet, po realisht, po e them realisht këtë. Publiku mua më nje tashmë prej shumë vitesh, nuk ka rëndësi të bëjmë llogarira, në format të ndryshme, dhe unë kam pasur fatin e mirë që t'i qasem publikut edhe nëpërmjet televizionit, edhe nëpërmjet teatrit, edhe nëpërmjet filmit, me role të ndryshme, duke veshur lëkurën e personazheve të ndryshme, por si vetvetja, si Romir, domethënë nuk e kam pasur këtë shans, përveç rasteve kur kam elaboru zhanrin e stand-upit, cili mua më pëlqen shumë. Te stand-upi ke futur gjëra nga vetja dhe nga jeta bashkërtore, apo jo, aty ka shumë vërteta. Absolutisht, dhe kam vënë re që njerëzit, domethënë, më duan edhe më shumë për faktin që kam qenë i vërtet në ato që kam thënë, sepse stand-upi është një zhanër i tillë që je në skenë sikur je lakurish, domethënë, dhe nuk e asgjë të fshehesh dhe nuk e pse fshihesh mbas lëkurës së një personazhi. Për ta testuar, të themi, ndoshta s'është fjala e dur, këtë gjë deri në fund, prandaj edhe vendosa të futem në këtë format, por duke e çuar dhe më tej, ndoshta kjo që them unë është pak utopike, por për ta çuar dhe më tej, për t'i treguar publikut që të tilla formate kanë vërtet nevojë për njerëz, ata njerëzit cilët janë brenda, njerëz të cilët duhet ta jetojnë realisht këtë format. Me të mirat dhe me të këqijat e veta. Me shprehjesat që ka me sfidat, mbi gjitha me sfidën që ne këtu në fakt në radh të parë kemi me veten. Pra sfidën për të bashkëtuar me njerëz që ndoshta s'do të lidhte asgjë aty jashtë, me njerëz të cilët janë të moshave të ndryshme, të niveleve të ndryshme, të formimeve të ndryshme, të edukimeve të ndryshme, të trevave të ndryshme, dhe kjo ka qenë për mua një eksperiencë fantastike, spektakolare, domethënë e përdor shpesh e frikshme, në kuptimin e mirë të fjalës, domethënë kur ti duhet që të, si thua, jo thjesht të jetosh, po të mbijetosh, në kuptimin e mirë të fjalës, e them gjithmonë këtë. Nuk di se sa, në kuptimin e impaktit, nuk e di se sa është interesante kjo për publiku, nuk e di se sa i pëlqen, po e kam bindje absolute, dhe ne e bëjmë shpesh të gabim, flas ne artistët, që publikun e konsiderojmë si një masë
amorfe, që çfarë t'i japësh të haj, ai e konsumon dhe është okej, dhe nuk e se mendojnë gjatë, sepse vetëm do të argëtohet, e më thash, po nuk është kështu. Unë e kam bindje absolute që njerëzit që na ndjekin, që na duan, mbi të gjitha vlerësojnë vërtetësinë e cila është e dukshme. Nuk është një gjë të cilën mund ta fshesh. Domethënë një gjë që është e dukshme, një gjë që është e vërtetë, nuk ka se si mos të përfithet, nuk ka se si të mos të Shiko, ty kusht të një, thotë që i njëjti person që është jashtë firmës, e kam fjalën për personin, jo për artistin, e kam fjalën për njeriun, është edhe brenda firmës, pra është i njëjti Romier. Me të gjitha sfumaturat e veta, ti je njësoj. Por jam e lumtur që edhe publiku t'i ketë mundësinë të njohin patjetër si artist, siç e kanë bërë gjatë gjithë këto viteve, po edhe të njohin si mik, të njohin si baba, të njohin si bashkëshort, edhe pse mua më duket, nuk e di tani nëse perceptimi im është real, që ti ke qenë i kursyer në rrëfimet e emocioneve dhe ndjesive personale, krahasuar ndoshta edhe me fermerët e tjerë. Pra, pak flet për fëmijët, pak flet për bashkëshorten, më duket sikur i eviton këto momente se nuk do të prekesh, se të ka marrë malli, se ndoshta të qenit izoluar ka gjatë, ka rëndesën e vetë, sa të mungojnë ata, ti je shumë i lidhur me fëmijët. Lëre, do ta tregoj unë. E shohim këtë klip edhe pastaj rikthehemi. Lindjet e fëmijëve janë momente fantastike. Nuk di, çdo lloj udhtimi, sado i vogël me Suelën dhe fëmijët, domethënë lëshojmë qef në atë farë feja, thuti se jemi të bë, domethënë gjën më fantastike në botë. Vajza mendoj se, sigurisht edhe djali, do doja të thosha, më ngjajnë mua të dy, po mendoj se vajza më shumë është afër meje. Qysh në vitin e fundit të gjimnazit, u fiksua, donte, e manifestonte, e kërkonte fort që studimet e larta ti bëj jashtë Shqipërisë. Siç e ka desh, ashtu i ka ndodhur. Jam me 1.000.000% i bindur që vajza, fëmijët e mi, edhe djali, janë njerëz të cilët kudo që t'i hedhësh, bie në këmbë. Djalin e kemi dërguar të kryej studimet e mesme jashtë Tiranës, në Shkodër. Pra djali ka qysh në moshën 15 vjeç, ai tashmë po ka përcen të 18-tat. Shkon në shkollë në Shkodër. Larg dhomës së tij, krevatit të ngrohtë, ushqimit gati, shoqërisë. Nga e hëna në të premte, bën mësim, të premte mbas dite kthehet, vjen në shtëpi dhe shqyqyri Zotit, premte çtun, diel, fle, 3 net në shtëpi dhe të hënën në mëngjes duhet të jetë prap në shkollë, në Shkodër, qysh në orën 6 të mëngjesit. Tash ka filluar ikën qysh të dielën, domethënë dhe vetëm 2 net flen në shtëpi, dhe ato 2 ditë e gjysmë që ai është në shtëpi, ai është vetëm në shtëpi. Sepse ka nevojë të rinë në fole, në ngrohtë, aty tek familja, ngrohtësia. Ai sa herë vjen, ne na duket gjithmonë na duket gjithmonë më i rritur. Ka qenë, mendoj, shumë i vogël kur i ka hyrë kësaj sakrifice dhe këtij vendimi që, me thënë drejtën, më shumë ka qenë i Joni se sa i ati. Pra ai nuk ka qenë fort i kthjellët se çfarë gjëje po i hyn.
u bë shumë kohë që nuk i shoh. Ky moment më këput. Romirë, si është puna, kur janë të vegjël, ti druan që mos ta humbasësh atë shfaqen, mos ta humbasësh atë xhirimin e filmit, mos ta humbasësh atë mundësinë, se do të t'jap pak më shumë të ardhura që t'ju mundësosh atyre shkollimin e duhur edhe ke ato ndjesit e fajt që sporria i sa duhet me ata, por të paktën po bën diçka për ta. Kur rriten pastaj ata ikin me ato parat që ti ke mbledhur edhe e largohen për të shkolluar ashtu si ti ke dashur edhe prapë si jeni bashkë. Domethënë, është ironike kjo puna e fëmijëve që asnjëherë nuk ka kohë mjaftueshëm për të ndërmjet me ta. Asnjëherë nuk mjafton as sa duhet. Ishte mirë, parësi se ndodhi kështu pa dashe, po ishte mirë që më shumë se gjysmën e klipit unë nuk e pash, unë vetëm e dëgjova. Po është e vërtet kjo që thua, Arbana, por në rastin e fëmijëve të mi, unë e kam bindje absolute që ata janë fëmijë të mbarë në sensin që do të nuk do të na e kthejnë, si thua, shpinën, nuk e se e mendoj një gjë të tillë. Pa diskutim që sakrificat që bën çdo prind nuk i bën që të patjetër t'ju kthehet mbrapsh. Megjithatë, unë nuk do t'i quaja sakrifica, se sa do t'a quaja investim, dhe unë e kam thënë dhe tek Agaj dhe po e them prap, sepse duhet thënë, duhet përsëritja është mama e dijes. Është investim në radhë parë për të rritur njerëz të cilët nesër pas nesër do t'jenë ardhmja jonë, do t'jenë ardhmja e shoqërisë, do t'jenë njerëz të shëndetshëm, njerëz të ndershëm, njerëz punëtor, pa hile, njerëz të aftë, njerëz me përmbajtje, njerëz të cilët nuk e kuptojnë se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe dhe nuk do duhet të kenë kur frikë që ta thonë atë që mendojnë troç, edhe ta thonë të vërtetën troç. Të paktën ky ka qenë pikësynimi ynë, i imi dhe i Suelës, dhe mendoj i çdo prindi i cili do që të nxjerrë në jetë njerëz për së mbari. Kështu që thënë këtë, fëmijët e mi dhe të gjithë fëmijët, ne kemi fëmijë të mbarë, brezi është i mbarë. Për te çdo gjë, rrjetet sociale, këto kotësirat, argëtimi tepërt, apo ku diun, në një moment shpërqendrimi nga objektivi, nga mësimet dhe ku diun, për te kësaj, unë kam parë, kam njohur, kam rastisur me fëmijë të mrekullueshëm, me një brez të mrekullueshëm. Mirë, kam vënë re që ti me fëmijët e tu komunikon vazhdimisht në një mënyrë shumë origjinale, në mënyrë të veçantë me Kaltrin, me vajzën. Ju flisni në Skype, Skype është programi, ju flisni në Skype, ajo studion në Budapest, dhe ju komunikoni dhe këto komunikimet kaq simpatike, i uploadoni pastaj në rrjetet sociale dhe pjesë të kësaj marrëdhënie bëhen edhe ndjekësit, ata që ju ndjekin. Kaltrin ka dashur që edhe sonte nga Budapesti të bëj një call. Kështu që si të jetë ekrani i kompjuterit tënd tek shtëpia, do shohësh atë monitorin, sepse ne do përpiqemi tani të lidhemi me të. Kaltri, Babi. o shpirti babit. Je bërë shumë i bukur. O dashi Po babit. të shoh për herë të parë. Edhe ti je shumë e bukur, shpirti babit.
Ka marrë në telefon të bëj një intervistë me mikrofon, por e harrova pyetjen që kisha planifikuar. Okej. Edhe Improvizo diçka. Në vend që të bëj pyetjen, po të informoj që intervistat tona janë shumë të suksesshme. Vërtet. Pafund. Vërtet. Ja kam vendosur emrin emisionit tim në TikTok, Kujdes mikrofonin. Më pëlqen titulli. Kishte disa tentativa, po Kujdes mikrofonin është ajo që ngeci. Okej. Edhe do ti? Jo se ti. Jo se ti do, po më thuaj. Po do ti që Kujdes mikrofonin ka ngjitur, vdesin njerëzit për këtë mikrofonin. Është bërë hashtag besoj, ë? Pa tjetër. Po nuk është i ngurur asgjë kundi. Ska rëndësi, mbaj vetëm kështu për formë. Jam thjesht unë dhe mikrofoni. Lëshoje, bab, hidhe një pyetje, shpejt. S'kam pyetje, kam marrë shumë malli. Po shpirti, bab. Nuk kam pyetje. O zemra, babit. Unë do vija, po pastaj kam provim, se ti e ke parasysh. E di që e ngarkuar, bab. Si ka ecur tema? Shkëlqyshëm, do më duhet ta mbroj prap në 15 qershor. Okej. Edhe pastaj kam edhe provimin. Prandaj nuk erdha dot. Po dashi. Kështu që të mbyll atë. Edhe besoj, si e ke mendjen nga data 16? Po me kismet. 16. Shife. I ke flokët shumë bukur, baba. Faleminderit. E kam zbukuruar vetëm për ty. Po shpirti. Po zemra, baba. Më ka marrë shumë malli. Kam shpirt. Mami të putë shumë. Edhe mua më putë shumë. Hermes. Hermes i shkëlqyshëm, një mrekulli. Ke folur me të? Ke folur, fikoni ku? Kam folur. Ke folur? Kam folur. Me mami flasim 34 herë në ditë. Okej. Për ty, për mua, për ty, për mamin, për ty, pastaj prapë. Sa më shumë. Kështu. Ti si ke qenë këto? Unë jam shkëlqyshëm, baba. Shkëlqyshëm. Duke shkëlqen. Këtu është një mrekulli. E shoh nga ekrani. Është kaq bukur, bab. Është shumë bukur, më beso. E gjeta pyetjen. Po thuaj, bab. Babi? Dashi, bab. Kush është puna jote preferuar në fermë? Po, do me thënë në fermë e kafshë nga fjalën, jo kështu? Në stalla e ke fjalën. Në stalla, më falë. Se ka dhe punë kështu në përshpi, do me thënë, larje xhama, kështu gjëra. Jo. Besoj të shkundësh tapetet nga ato. Po, marrje plura, kështu gjëra, edhe vënje perdesh. Dgjoj, bab. Është puna në stalla, me vaniljen dhe me murrën. Po me teoli? Me lopët. Teoli ka filluar të përkëdhelet pak, do më thënë, por ama po ta fërkosh pak të shef në sy edhe merë komanda. Ama vanilja dhe murra ka një të mirë, të madhe. E kuptoj. Që mbasi i pastron, e bëjnë prapë. E kam parë. Kupton dhe do t'i pastrosh 2 herë 3 herë. Të shoh teksa ti i pastron dhe ato e bëjnë prapë. Të shoh, vazhdimisht. Inshallah nuk më dëgjoni kur flas të përdhëmbë dhe i shaj, por janë shumë të mira, bab. Më duket sikur vanilja të do më shumë. Po, murra është një qik më, e ke pati që të zë derën dhe ta bën me brirë, s'do as ushqim t'i edhësh, po se fërkove, po se përgëdhele. U shkëput lidhja, bab. Shkëlqyshëm, shkëput. Audio, u shkëput audio, të shoh, po nuk të dëgjoj. Ja të shohim nëse kemi një problem teknik me audion, më thonë? Kemi një problem teknik me audio? Kaltrin, fol pak. Fol pak? Jo, nuk të dëgjoj. Interneti. Kërkojmë djes. Romir, më vjen keq, kaq minuta. Do të bëjmë një tentativ tjetër për të lidhur me Kaltrin? Nuk ka rëndësi. Ndërkohë që flasim, thjesht ma lini sfigur, nuk ka rëndësi. Kaj shumë të ka marrë malli, ja? Shumë të marrë. Më thonë që shkëputë, po të përpiqen, po tentojmë që ta rikthejmë. Me kë je më i lidhur, Romir? Më shumë i lidhur me Kaltrin apo me djalin? Me të dy, Arbana, por janë marrëdhënie të ndryshme. Do më thënë, me djalin kuptohet, bëjmë muhabete të tjera, muhabete çuna, është interesash që kanë bëjnë me çunat, kurse me Kaltrin janë bisedat të tjera. E ka trashëguar pak të pasionin, për kinematografin, për artin? I pëlqen shumë. Shiko, deri një farë kohe, së bashku me Suelën, si thush menduam që mos t'ja ushqejmë, po
mos ta shtyn drejt rrugës së artit, të themi, kinemas, filmit, ku diun, pavarësisht se ajo e ka shumë qef. Mirë po, si thush, këto nuk janë gjëra me të thënë, janë me të dhënë, e shohim që ajo ka shumë pasion, në ato pak eksperiencë që ka pasur, ka qenë e jashtëzakonshme, do thoja, qoftë në ato rolet e vogla që ka luajtur në ca filma të shkurtër, po qoftë edhe në ca eksperienca në backstage, domethënë Do kishe qenë ta shikoje të aktronte si babi në role të rëndësishme? Po pa tjetër, me gjas ajo po shkon drejt asaj rruge, përderisa siç mora vesh edhe nga informacioni që kërkova të jepit nga jashtë. Ajo e ka fituar dhe masterin tek dega e filmit. Me gjas do bjerë, si është molla mbi moll, darda mbi dardë, si është ajo shpreha. Darda në dardë. Darda në dardë. Më thonë që fatkeqësisht e kemi të pamundur një lidhje tjetër me Skype, por shpresoj që të jesh kënaqur dhe çmallur sadopak sonte. Shumë. Do doja të flisnim për temën, se e di që ajo ka probleme dhe ka qef të konsultohet edhe unë patjetër që do doja ta ndihmoja, por whatever, është shumë mirë edhe kaq. Ja. Okej, Romir, të ftoj të kthehesh. Faleminderit shumë. Faleminderit ty. Faleminderit.